Miqtë dashur, jemi në oborin e Rolina Nachos, dietologes tonë, na ka hapur dyert në kopshtin e saj të bukur, me pemë dhe me fruta të stinës. Meqense është dhe stina e disa frutave, ne do t'japim këshilla të domosdoshme se si anvisat mund t'i përdorim, por gjithashtu do t'japim veçanërisht edhe vetit ushqyese që kanë ato për shëndetin ton. Sot do të flasim për fikun, apo jo Rolina? Po, patjetër, është një frut që ndoshta duhet nga shumë të mëdhenj dhe të vegjël, dhe që ka një periudhë shumë të shkurtër dhe duhet ta shijojmë domosdoshmërisht, të mësojmë se si mund të ruajmë shumë vlera ushqimore të tij dhe duke konsumuar dhe gjatë dimrit. Ne, siç kundër e pam edhe përgjatë filmimeve dhe në oborin përtej, vendit ku ne do të zhvillojmë bisedën, janë disa lloje fiq, unë të paktën dia vetëm një lloj, por Rolina thotë që janë 3 lloje fiq, të cilat sigurisht kanë vlera dhe që anvisat mund t'i përdorin në versione të ndryshme. Këtu kemi mbledhur disa prej llojeve, do t'ua shpjegojmë se si ato ndryshojnë nga njëra tjetra dhe disa sekrete të vogla për sa i takon mënyrës së tyre të gatimit. Në radhë të parë do donim të dimin Rolin llojet dhe më pas vetit ushqyese të secilit. Në fakt këtu kemi 3 lloj fiku, ai që ne pam është ai i ngjyrë patlıxhan që quhet, dhe që është aktual në prodhim, ndërkohë ka dhe disa lloj fiku që kanë filluar prodhimin e tyre tashmë kanë mbaruar, është fiku i zi dhe fiku i bardhë, dhe kanë një pjekuri shumë më të shpejtë në fakt. Është stina pothuajse në fund të sezonit jemi të fikut, tashmë anvisat e kanë bler ose ato që kanë në obor që kanë rastin si punën e Rolinës ta mbledhin, dhe çfarë ndodh më pas pasi ju i keni mbledhur, përveç se i keni konsumuar, se më thatë që shumica është ngrënë ashtu siç është në pemë. Në fakt është bombonja e shtëpisë, ne që rasim me fiq. Pasi shumë veta e pëlqejnë atë dhe është dhe mjaft i ëmbël, kështu që mund të zëvendësoj dhe ëmbëlsirat në këtë rast. Është një nga frutat të cilat pas prerjes të tij nuk ka pjekje më pas, pra siç mund të jetë një frut tjetër molla që mund të arrijë, ose banania mund të arrijë të piqet gradualisht pas prerjes së tij. Është një frut delikat i cili nuk ron shumë gjatë, do shumë kujdes në mënyrën që ne e presim atë dhe në enën që ne e mbajmë, pasi shtypet shumë lehtësisht, kështu që do shumë kujdes, prandaj ne përdorim të shportën që të ketë gjerësi që mos shtypet njëra mbi tjetrën. Dhe është shumë e rëndësishme që personat që kanë fiq dhe që shkojnë të mbledhin vetë, do të rekomandoja që të kishin bluzë me mëngë të gjata, sepse shpeshherë na jep edhe një kruajtje vetë nga fletët e fikut. Po. Fiku është një frut i cili mund të konsumohet jo vetëm si frut, dhe duke qenë se është një frut kalorik, pra në 100 gram frut të freskët bëhet fjalë gjithmonë, na jep diku ke 100 kilokalori. Në krahasim me frutat e tjera që relativisht e madhe si. Është gati 2 fishin, nëse flasim për një moll që në 130 gram moll na jep 60 kalori, është gati 2 fishin, le të themi, e përmbajtjes kalorike. Kështu që do të rekomandoja të kemi shumë kujdes në sasinë e konsumuar nga to. Një kombinim shumë i mirë është në sallata ose në ushqime si formë antipaste bashkë me djathra ose prosciutto për të treshur ndoshta. Kombinim ideal në fakt dhe jep një shije speciale. Speciale dhe kombinohet jashtë shumë, përgatitet nga gjithë shefat më të mirë në kuzhinat gourmet, mund të themi. Ndërkohë edhe pjata tradicionale, bukë, djathë dhe fiq është përsëri një nga elementet që mund të përdoret qoftë për mëngjes, qoftë për mesvakt, por edhe në kos me drithra ose në qumësh është ideal. Këto do thoya janë një mënyrë për të evituar sasinë e madhe të konsumimit të fikut, sepse po t'i përdorim siç janë në një pjatë, shpeshherë mund të gënjemi dhe mund të marrim një sasi shumë të madhe, por nga ana tjetër nuk duhet i friksoj konsumatorët e mirëdashët e ato që e konsumojnë shumë, sepse është një frut i cili pavarësisht se ka kalori, ka dhe shumë vlera ushqimore, kështu që qoftë në formën e freskët, por qoftë edhe në mënyra të tjera që ne mund ta kemi gjatë dimrit, qoftë në formë reçel, gliko, marmallat, por Rolina ka përgatitur tashmë reçelin. Kjo është për dimrin, është marmallat. Është për mitrash? Marmallata konsiderohet që përmban më pak sheqer se reçeli. Ron më pak në kohë, por ne mund të përdorim frigoriferin në këtë rast për të shtyrë kohë zgjatjen e jetëgjatësisë të tij. Mund të përdoret siç është me një fet bukë, me gjalp ose me rikota, siç është përdorur dhe më përpara, por edhe në mënyra gatimi tek ëmbëlsirat, biskota të mbushura me reçel fiku. Janë shumë më të shëndetshme dhe pavarësisht se kalorive mund të kthehen në një burim ushqimor shumë i mirë gjatë dimrit, qoftë për të rritur, qoftë për fëmijë që janë në zhvillim. Po, të flasim pak dhe t'japim një lloj informacioni për vlerat që ka tashmë në organizëm ky frut.
Fiku, siç e njohin të gjithë, ka një element që përmban jashtëzakonisht shumë përqindje të lartë në fibra. Pra shumë njerëz që kanë probleme me konstipacionin, ju bën jashtëmase shumë mirë për të evituar, le të themi, problemat e tyre dhe për të përfituar një sasi fibrash në një sasi të vogël të frutave. Por, do duhet të kemi shumë kujdes sepse një pjesë e njerëzve që vuajnë nga sindromi i zorës të irrituar, janë persona me simptoma të fryrjes ose të dhimbjes të barkut, është një lloj sindromi që acarohet më shumë nga farat që përmban fiku. Kështu që në këtë rast nuk do të rekomandoja për të përdorur fikun, edhe pse mund të kenë probleme me konstipacionin. Një grup kategori shumë i mirë për të konsumuar rregullisht, le të themi, qoftë në formën e fikut të thatë, janë femrat postmenopauzës, pas menopauzës, të cilat kanë edhe një rrezikshmëri më të lartë për sa i përket osteoporozës. Por jo vetëm, për sëmundjes së kockave që shpesh ndodh gjatë menopauzës. Sepse pas menopauzës kemi një ulje të niveleve të estrogenit, që do të thotë trupi jon largon një sasi të kalciumit, por nga ana tjetër fiku, përveç se përmban kalcium, përmban dhe sasi shumë të lartë kaliumi. Pra kemi dy metale të cilat, dy mikrominerale që përmbajnë kalcium, dhe nga ana tjetër sasia e kaliumit ka vetin që nuk lejon largimin e kalciumit nga kockat. Në këtë formë mbron intensitetin e kockave dhe parandalon, le të themi, osteoporozën. Dhe është një element tjetër që lidhet, duke patur shumë kalium, ndihmon edhe në largimin e kriprave të tepërta që ka një person, duke konsumuar ose ushqim shumë me krip ose në vetvetiu që mund të ketë krijuar një edem. Kështu që ndihmon dhe në hipertensionin, pra sepse hipertensioni shkaktohet nga kripa e lartë. Kështu që personat që kanë probleme kardiovaskulare përsëri është një frut shumë i mirë për ta. Ata që përsëri mund të preferojnë fikun janë atletët, për cilit kanë edhe një nevojë shumë të lartë në energji, por edhe nevoja e kalciumit, sheqerit që ka fiku, sigurisht i ndihmon për të marrë një burim shumë të mirë karbohidratesh, por edhe vlerash ushqimore, sepse ata largojnë edhe një sasi kriprash ndërmjet djersës, qoftë edhe gjatë verës është edhe më e theksuar kjo humbje, i rikuperojnë ato shumë mirë. Elementi tjetër që unë do doja të theksoja për fikun është që në lëvorën e tyre, që prandaj dhe rekomandohet që mundësisht të lahet dhe të përdoret me lëvorën e tyre, përmban dhe vlera të larta antioksiduese, kështu që kemi dhe, le të themi, një përfitim të dyfisht. Në këtë formë. Rolina, a humbasin vlerat e fikut duke e ruajtur në frigorifer për një kohë të gjatë, në çfarë sasi humbasin, sepse shumica e anvisave mund ta përdorin në zajret e dimrit apo jo? Në qoftë se flasim për në formën e thatë të fikut, sigurisht që humbasin. Në qoftë se flasim për 2 ditë që ne mund ta mbajmë në frigorifer, është një humbje shumë e pakët, pasi siç tham, fiku nuk duron dot gjatë. Për një periudhë më të gjatë kohore, dimri për shembull, në formën vetëm i ngrirë, që mund të qëndrojë në ngrirje, dhe sigurisht duhet të zgjedhim kokrat më të mira, pa patur plasaritje shumë, pasi është edhe një burim, le të themi, ngarkesë me mikroorganizmash dhe mikrobesh ose bakteresh në këtë rast, pra duhet të zgjedhur shumë mirë kokrat të cilat do të fusim në ngrirje, dhe në formën e thatë sigurisht humbasim disa vlera ushqimore që janë kryesisht vitamina C ose acidi folik, të kombinime të kompleksit B vitaminat, por që prap mbetet një burim shumë i mirë vlerash ushqimore. Nuk mund të them kriprat minerale mbeten po thuajse të njëjtat. Pra, në format e veta që ne shpjeguam dhe pak më parë të gatimit të fikut, në formën marmalade, reçel, në formën e saj të thatë, gjem përdorim në sallata të ndryshme, unë shoh që edhe gjethjeve ju ke kushtuar një vëmendje të veçantë, përderisa i ke sjellë mbi tryez apo jo? Është një grup njerëz që vuajnë nga diabeti dhe shpeshherë fiku është dhe frut i ndaluar për ta, pasi përmbajnë një sasi të lartë sheqeri. Që mund të jenë konsumues e dëshirojnë si frut. Po shpeshherë gjëra e ndaluar është edhe më e dëshiruar, kështu që unë do i rekomandoja ta konsumoni në formën e freskët dhe të kombinuar gjithmonë me një racion bulmeti, siç tham djath ose kos ose qumësht, do ishte ideale, pasi ndihmon të krijojë një vakt më të plot, duke e shtuar në kompleksitetin e vet atë vakt, dhe procesi i tretjes bëhet më gradual, me qëllim që niveli i sheqerit mos rritet menjëherë, siç mund të ishte po ta konsumonim atë me stomak bosh, edhe vetëm një kokë ose vetëm disa kokra fiq. Kështu që
Ndryshon niveli i sheqerit tek llojet e fikut, fiku i bardhë, te fiku patlıxhan? Sigurisht që ndryshon, ka fiku i zi është ndoshta më i ëmbël, por ajo ndikohet edhe nga procesi kur ne kemi prerë atë, pasi sa më i pjekur tjetë, aq më shumë përqindja e sheqerit të rritet. Në fakt të vit vure që edhe pasi kemi patur një ditë me shumë shi, një ditë më përpara, vjet re që densija e sheqerit është më e pakët dhe thith më shumë ujë rënja e fikut. Unë do thoja edhe një kuriozitet përsa i përket fletëve të fikut që jemi akoma në kohë, mund t'i lajmë dhe t'i thajmë ato, dhe personat që vuajnë nga diabeti mund t'i konsumojnë në formë çaji, ndihmon jashtëzakonisht shumë për të patur një kontroll në nivelin e sheqerit në gjakun e tyre. Pra, natyra ka vënë re që ka dhënë edhe fletën e fikut, edhe fikun për të lehtësuar, le të themi, edhe personat me diabet. Ndoshta prandaj do të dilnin edhe shumë metafora nga ky frut. Rolina, faleminderit për këshilla dhe për bisedën dhe aq më tepër për mirëpritjen tonë këtu në oborin tuaj. Ishte një kënaqësi të kisha këtu afër, jo në studio tashme, le të shijojmë pak edhe për sa kohë na mbetet kjo kohë e mirë natyrën. Sigurisht obori Rolinës ka të tjera fruta që janë të stinës, për të cilat ne do flasim për vetë ushqyese dhe se si janë visat mund t'i përdorin dhe t'i shfrytëzojnë ato përgjatë gjithë stinës së dimrit, kështu që javën tjetër do të flasim për një tjetër frut këtu në oborin e Rolinës. Mirupafshim miq.